Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, në këto qaste ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e engjullit të Thënë Zot dhe orën e mesme. Në emër të Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojes Mari. E ju ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri. E banoj ndër ne. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne e shenjtja nën e hyjit, Të bëhemi të denj për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na i zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryq të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Po themi një atyën të falemi Mari për shpirtrat të purgatorit. Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emrët, art mbretëria jote, u bëvd vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajët tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tashmë në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, Dhe i shndri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyje për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde. Ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e tretë e psalterit. O hyj më eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Kur Krishti pati etje në ator që në kryqën gjetën, kush psalterin di të lexoj, etjes së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qoftu ri, për atë që vdiq për ne, edhe mëkatin e veri, e virtyti qoftë dëshirë. Bagmi i shpirtit të shenjtë sot mbi këngë e qeste ndikoft, që zjarin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe Atin ti lusim, shpirtin e Krishtit e të Atit, një e vetme e gjithë pushtetshme Trini, për krah ata që luten. Amen. Antifona. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj.
Psalmi 119, pjesa 16. Veprova me drejtësi e me të drejtë, mos më dorëzo të shpifësit e mi. Hyj dorëzan për të mirën e shërbëtorit tënd, që të mos më shpifen krenarët. Sytë po më shterën prej dëshirës së shëlbimit tënd dhe të fjalës së drejtësisë sate. Bëj me shërbëtorin tënd sipas dashurisë sate dhe mi mëso rregulloret e tua. Unë jam shërbëtori yt, më jep kuptim t'i njoh dëshmitë e tua. Koha është të dëftohesh o Zot, se e prishën ligjin tënd. O sa i dua urdhrimet e tua, më tepër se arin se gurin e çmueshëm. Ndërkohë ti mbaj urdhrimet e tua të gjitha, e urrej çdo udhë gënjeshtre. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34. Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti im burret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin e ai më dëgjoi, edhe më shliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnor e thirrri në ndihmë e Zoti e dëgjoi dhe shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që e kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtrit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. e jani o bi e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri, a dëshiron ditë shumta për të gëzuar të mirat? Rudhe gjuhën tënde prej së keqes, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqes e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiq atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër keqbërësve, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti i dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sado të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja ve do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër i orës së 6. Krahasojmë librin e Isaias profet, kapitulli 44, rreshtat 21 dhe 22. Kujtoje këtë gjë, se je shërbëtori im. Unë të kam trajtuar, je shërbëtori im o Izrael. Ti nuk do të më gënjesh. I kam trajtur por si ren fajet e tua, por si mjegullën mëkatet e tua. Ktheu tek unë, sepse të kam shpërblyer. largoje shikimin prej mëkateve të mia, Shlyej të gjitha fajet e mia. të lutemi. Duke kremtuar me gëzim liturgjinë e këtyre kreshmeve, po të lutemi o Zot Ati ynë, që të përshkuar me misteret e pashkëve, t'i gëzojmë plotësisht frytet e tyre,
Në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.